Miq të nderuar, ju përshëndes edhe një herë, shpresoj që jeni mirë të gjithë. Kohëve të fundit në mediat sociale po dëgjoj disa njerëz, shpesh po dëgjoj duke folur për shariatin, edhe disa nga këta njerëz thonin se ata dëshirojnë që shariati të praktikohet edhe në vendet tona, në trojet shqiptare si në Kosovë dhe në Shqipëri. Edhe kjo më duket interesante dhe vërtet mendoj se këta persona që e dëshirojnë këtë gjë, në fakt nuk kanë marrur kohë që ta shikojnë pak se çka vërtet shariati është, edhe nuk kanë menduar thellë për këtë gjë. Ata Këta persona harrojnë se shumica e vendeve, shumica dërmuese e vendeve ku shariati implementohet dhe praktikohet janë vendet më të mbrapambetura në botë. Edhe këta persona që duan shariatin e trojës shqiptare kur nuk do të vullnetarisht nuk do të shkonin që të jetonin në këto vende ku shariati praktikohet. Le ti përmendi vetëm disa emra të disa vendeve ku shariati klasik islamik praktikohet sot: Pakistani, Egjipti, Irani, Sudani, Iraki, Afganistani, Jemeni, Maroko, Somali e disa vende të tjera. Ndaluni dhe veç mendoni pak se bëni vetes këtë pyetje, çfarë kanë këto vende për të dëshiruar? Çfarë kanë këto vende që ne do të dëshironim ta kishim? Sa prej jush që dëshironi shariatin e tryrës shqiptare jeni të gatshëm të shkoni, të lëni gjithçka edhe vullnetarisht shkoni edhe të jetoni në njërin prej këtyre vendeve që sapo përmendëm. Veç mendoni për këtë. Ta dëshirosh shariatin është ta dëshirosh ta shohësh Kosovën dhe Shqipërinë në të njëjtën gjendje si Pakistani, apo si Sudani, apo si Iraki, apo si Afganistani, apo si Jemeni. Uh, Dëshironi këtë gjë për trojet tona? A është kjo çka dëshironi, sinqerisht? Shariati do të sjellë këtë rezultat. Uh, Tash gjithashtu mendoj se shumica e njerëzve që dëshirojnë shariatin e trojës shqiptare, ndoshta as nuk e dinë se çka shariati është. Um, Vetëm e kanë dëgjuar si emër apo e kanë lexuar diku, por nuk e dinë se çka ky ligj mëson, çka ky ligj kërkon, çka shariati kërkon. Dua që të lexoj vetëm disa gjëra që ndodhin në ligjin e shariatit. Vjedhja dënohet me prerje duarve. Kjo është nga Kurani, sura 5:38. Uh, në ligjin e shariatit ta kritikosh ose ta mohosh ndonjë pjesë të Kuranit, dënohesh me vdekje. Në ligjin e shariatit ta kritikosh Muhamedit ose të mohosh se ai është profet, dënohesh me vdekje. Në ligjin e shariatit ta kritikosh ose ta mohosh Allahun në Kuranit, dënohesh me vdekje. Në ligjin e shariatit një musliman që bëhet jo musliman, do thotë që ndalohet se qenuri musliman edhe bëhet diçka tjetër, ateist apo ndrën besimin. Në ligjin e shariatit ky person duhet dënohet me vdekje. Në ligjin e shariatit një musliman që largon një musliman tjetër nga besimi, dënohet me vdekje. Një burr jo musliman që martohet me një grua muslimane, dënohet me vdekje. Këto janë vetëm disa nga rregullat e ligjit të shariatit. Edhe ka shumë të tjera të këtij lloji. Tash ju që dëshironi shariatin në vendet tona, mendoni mirë, a është vërtet kjo çka dëshironi? A janë vërtet këto disa nga ligjet që ju dëshironi ti shihni në trojet shqiptare? Ju lutem mendoni mirë para se të kërkoni diçka që të praktikohet në vendet tona. Mos shkoni vetëm bazë të asaj çka keni dëgjuar nga njerëzit, sepse ata që duan shariatin, që e dinë se çka shariati është, nuk i përmendin këto gjëra. I përmendin vetëm ato gjëra që janë paksa më të mira, më të thjeshta, por këto janë në shariat. Më duket interesante edhe
e kam vërejtur që shumë shpesh ata njerëz që dëshirojnë që shariati të implementohet dhe të praktikohet në trupin shqiptar, zakonisht jetojnë në një vend diku në Perëndim, ku nuk ka shariat as pak. Edhe ata kur nuk do ta lënin këtë vend ku ata jetojnë në Perëndim, edhe të shkojnë në një vend në lindje ku shariati aplikohet. Kjo tregon hipokrizinë e tyre. Ata duan të vendosin diçka në vendet tona, mirë po ata kur nuk do të jetonin në një vend që praktikon këtë ligj. Ju lutem, le të kemi kujdes, mos të kërkojmë diçka që do t'i shkatërroj trujet shqiptare, edhe do t'i bëj trujet tona shumë të mbrapambetura. Ju falemnderit edhe Zoti ju bekoft.